Japse boja e flokëve po ju del shpejt. Këto janë 5 gabimet që bën çdo femër kur i lyen flokët. Lyerja e flokëve mund të jetë emocionuese pasi në fund të fundit ju po merrni një pamje krejtësisht të re. Pavarësisht nëse do të bëni një ombre delikate ose t'i lyeni flokët roz ose blu, gjërat mund të bëhen edhe më të ndërlikuara kur e bëni atë për herë të parë. Flokët e pa lyer, ashtu quajtur flokët që nuk janë trajtuar kurrë më parë, kanë nevojë për më shumë kujdes nëse doni të bëni lyerjen e tyre të parë. Këto janë disa gjëra që patjetër duhet t'i keni parasysh sipas Healthline nëse filloni dhe udhëtoni drejt ngjyrave të ndryshme të flokut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prandaj, nëse doni të lyeni flokët, duhet të dini këto gjëra për të evituar kështu gabime të ndryshme. Zgjidhni gjithmonë ngjyrat të flokut me mençuri. Nëse keni marrë tashmë vendimin për të lyer flokun tuaj, por nuk jeni të sigurt se çfarë ngjyre dëshironi, atëherë gjithmonë është më mirë të shkoni drejt një ngjyre të errëtë sesa drejt një ngjyre të çelur ose edhe më të ndritshme. Kështu, shkoni drejt një ngjyre e cila mund të përmirësojë edhe shëndetin e flokut tuaj dhe nuk do ta rëndojë atë. Zbardhja është një proces shumë i ashpër i flokut dhe kërkon kimikate të forta si për shembull edhe zbardhuesit. Theksimet bjonde duken se janë të shkëlqyera, por nëse i lyeni flokët për herë të parë, mos bëni këto ndryshime kaq radikale, pasi jo vetëm që do të dëmtoni flokun tuaj, por do të shkaktoni djegje këputje ose rënje të tij. Mos i lani flokët tuaj përpara se t'i lyeni. Është krejtësisht mirë nëse flokët tuaj janë të ndotur kur shkoni në sallon për t'i lyer ato. Stilisti juaj nuk do ju gjykojë. Arsyeja që këshillohet mos i lani flokët menjëherë përpara se t'i lyeni është pasi ato mund të shkaktojnë edhe mbetje dhe të reagojnë ashpër me flokun tuaj. Kështu, nëse doni të ndryshoni ngjyrën e flokut tuaj, mbajini flokun të palar jo më shumë se 4 ditë. Kështu, përfitimet që do të ketë ngjyra e flokut do të jetë më e plotë dhe do të jetë gjithashtu edhe më e bukur marrja e ngjyrës së saj. Merrni një trajtim pasi i keni lyer flokun dhe nëse e rekomandon stilisti juaj akoma më mirë. Nëse parukierja juaj sugjeron që të bëni një trajtim të flokut menjëherë pasi të keni lyer flokët, mos nxitoni të supozoni se është një dredhi për t'ju bërë të shpenzoni disa para shtesë. Kjo është një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për cilësinë e flokut tuaj, duke mbajtur atë më të shëndetshëm dhe më të bukur. Mos i zbusni flokët sapo i keni lyer. Është më mirë të prisni disa ditë pas ngjyrosjes së flokut edhe për t'i zbutur ato. Kjo është nëse nuk i keni zbardhur flokët. Flokët e pa zbardhur dhe të lyer që vinë në kontakt me zbutsin shumë shpejt kanë tendencën që të humbasin ngjyrën e tyre, të bëhen më të dobët dhe gjithashtu të kenë nevojë menjëherë për një lyerje tjetër. Kjo është një mundësi për ta patur flokun tuaj më të shëndetshëm për një kohë më të gjatë dhe për të mos shkaktuar humbjen e ngjyrës natyrale të flokut tuaj. Zbutja e flokut tuaj një herë në javë pasi i keni lyer është zgjidhja më e mirë që mund të bëni, pasi do të siguroheni që ngjyra e flokut të duket më e freskët për aq kohë sa të jetë e mundur. Kështu, floku juaj do të qëndrojë më i shëndetshëm, më i butë dhe nuk do të ketë nevojë të ndryshojë përsëri ngjyrën e tij. Kaloni në produkte që mbrojnë ngjyrën e flokut tuaj, sidomos pasi i keni lyer. Ju ndoshta keni pyetur veten nëse të gjitha shampot dhe kondicionerët miqësor me ngjyrën e flokut janë të mirë. Lajmi i mirë se këto mund të bëjnë mbrojtjen e tyre. Këto shampo dhe zbutës që përmbajnë bojëra të ndryshme mund të zbusin flokun tuaj, por në disa raste ato mund ta bëjnë bojën që të humbasë dhe të shkaktojë edhe një ndryshim të papritur të ngjyrës së tyre. Është e rëndësishme që, nëse keni zgjedhur të lyeni flokun tuaj për herë të parë, duhet të dini këto sekrete shumë të rëndësishme, për të bërë që boja e flokut tuaj të zgjasë sa më shumë dhe të mos shkaktojë edhe një ndryshim edhe dëmtim të nuancave dhe ngjyrave të flokut tuaj.
Ka disa këshilla kryesore të cilat duhet I dini me patjetër nëse zgjidhni të lyeni flokun tuaj vetë për herë të parë në kushte shtëpie. Derisa pjesa më e madhe e grave ja besoi në lyerjen e flokut profesionistëve, përdorimi I recetave të ndryshme në kushte shtëpie mund të sjellë rezultate të mira nëse ndiqni edhe hapat e duhur. Prandaj, nëse keni vendosur të lyeni flokun tuaj në kushte shtëpie, duhet të evitoni një sër gabimesh, të cilat mund t'ju bëjnë të dukeni edhe me flok jo të shëndetshëm. Një gjë e tillë mund të shkatërrojë edhe cilësinë e tyre. Prandaj ju sjellim në këtë video disa këshilla të cilat duhet t'i ndiqni për të pasur një lyerje sa më natyrale të flokut edhe gjithashtu më të bukur. Bëni prova përpara se të vendosni ngjyrën. Reaksionet lëkurë nga ngjyra e flokut mund të jenë të rralla por jo të pamundura. Prandaj kur aplikohen për herë të parë nga ju profesionistët, duhet të bëni prova nëse jeni alergjik ndaj tyre ose jo. Aplikojeni atë në flokun tuaj në pjesë të vogla. Nëse krijon skuqje të vogla ose acarime të lëkurës, është më mirë të mos e përdorni, pasi mund të jeni alergjik ndaj kimikateve të bojës së flokut. Prandaj në këto raste është më mirë që të zgjidhni bojra sa më natyrale të cilat nuk ju shkaktojnë alergji për lëkurën. Lyeni vetëm rrënjën e flokut. Lyerja e rrënjës së flokut është prioriteti kryesor për shumë njerëz, që do të thotë se nuk keni nevojë të aplikoni ngjyrues në të gjithë flokun tuaj. Kjo e bën të shmangni edhe dy nuanca të gjëra në flokun tuaj, të cilat mund të jenë edhe më të dallueshme nëse I bëni në mënyrë të gabuar. Nëse jeni në dyshim, anoni gjithmonë nga ngjyrat më të lehta. Nëse nuk jeni të sigurt për zgjedhjen më të mirë të bojës suaj të flokut, anoni nga ato ngjyra të cilat nuk ju shkaktojnë bezdi. Aplikoni në flokun tuaj nuanca që ju përshtaten më shumë dhe do ta keni më të lehtë edhe të bëni ndryshimin më vonë. Gjithashtu preferohet të keni kujdes për të zgjedhur ndonjë ngjyrë e cila është gjithashtu e përshtatshme me tonin tuaj të lëkurës dhe me stilin e veshjeve të cilat I keni. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për të dukur më bukur. Përgatiteni flokun ashtu si duhet përpara se ta lyeni. Një prej gjërave më të rëndësishme që duhet të keni parasysh para se t'i lyeni flokët është ta përgatisni atë ashtu si duhet. Kjo pasi ngjyra e ndryshon edhe strukturën tuaj të flokut. Prandaj profesionistët përdorin edhe maska të cilat mbrojnë dhe riparojnë flokun tuaj. Mbrojeni lëkurën nga ambientet të cilat mund të shkaktojnë edhe djegjen e ngjyrës së flokut, prandaj aplikoni produktet të cilat nuk ju shkaktojnë edhe komplikacione në ngjyrën e flokut. Gjithashtu, aplikoni vazelin ose produkte të tjera rreth e përqark pjesëve të lëkurës, në mënyrë që boja e flokut të mos shkaktojë edhe vështirësi më pas në largim. Kjo është një mundësi shumë e mirë për ato femra të cilat lyejnë flokun e tyre në kushte shtëpie, pasi në këtë mënyrë jo vetëm që do të mbroni lëkurën tuaj, por nuk do të keni nevojë të përdorni solucione për pastrimin e njollave të bojës më vonë. Flokët preferohen të jenë të palara përpara se t'i lyeni ato. Shumë njerëz mendojnë se ngjyra duhet të aplikohet në flok të pastër, por kjo nuk është e vërtetë. Yndyra në flok është e preferuar dhe kështu do të ketë edhe një bojë që do të aplikohet më lehtë dhe do të thithet më mirë nga floku juaj. Kështu nuk do të shkaktojë edhe probleme të cilat mund të shkaktojnë alergji në lëkurën e kokës dhe të krijojnë vështirësi edhe gjatë lyerjes. Zgjidhni ngjyrën e flokut me mençuri. Atë që ju përshtatet më mirë do ta keni më të lehtë edhe të mirëmbani cilësinë e flokut tuaj. Përpiquni të tregoheni të arsyeshme dhe zgjidhni ngjyrat e flokëve që ju përshtaten më shumë me mimikat e fytyrës, tonerin e saj edhe me stilin e veshjes. Kështu, edhe ngjyra e flokut do të dalë më e bukur dhe gjithashtu do të jeni të kënaqura më shumë me rezultatin. Tregohuni të arsyeshme dhe evitoni këto gabime, citon Brightside. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.